mbrapa zyren e LDK-s. Sepse edhe herën e parë, përkundër që e ka fitu me garë politike në 2021, nuk e ka bo kërkush. Njerë, tha që Vjosa Osmani tash, nëse da me pa mbrapa mandatin e sajtë e dy, du të me pa para zyren e LDK-s. Kje bjenë që për një ofertë Vjosës? Ja, nuk ka të bëj kja me ofertë, kjo është me realitet politik, kjo racionalitet politik. Racional politik. Kjo është e vetëm atë rrugë e mundshme që mandatin tjetër me arrit një marrëveshje politike, me apo pas zgjedhje. Por zgjedhjet janë të pahavitueshme nëse unë pyet mua. Çështja e zgjedhjeve është çështja e datës. A e cakton presidentja Vjosa Osmani datën që unë besoj që asaj takon me caktu datën, si detyrë kushtetuese, në konsultime me partitë politike, apo gjykata kushtetuese ka me zbardhë rrugën dhe ndërtimin e procesit se si ka mos zgjedh presidenti në këtë krizë politike. Ne jemi hyn krizën. A besoj se kemi pas zgjedhje, se na kanë diku në 7 minuta në fund krizën e shqyrtës së presidentit, a ju thatë në fillim të emisionit se po shkojmë drejt zgjedhjeve, dhe mos ka kuptim, s'po besoj mas këtij deziditimiteti të kuvendit, të çështës së presidentit, këtyre polemika ose mund të më kthy dikush prapë në garën për president. Zgjedhjet janë të pahavitueshme, a ndodhin për 45 ditë, a ndodhin për 60 ditë, është çështje e kalendarit. Nuk ka çështje tjetër. A ka zosa, ju thati, kena nxjerrë dhe vendimin e dihet deklaratën e përbashkët që keni suat ditë prej kuvendit. A ka zosa me pa Vjosën, Guxon dhe këtë akter të cilët i largu një momentum caktuar politik të rikthy sot në shtëpinë e tyre në LDK? Po nuk e di sepse çështja e iniciativës politike Guxo a ekziston mos si pjesë këtyre koalicioneve tjera për te kësaj sepse për atë format që është sot, ata janë kuvend, ata janë koalicion parazgjedhor me lëvizjen vetëvendosje. Tash kemi një dorëheqjet një deputetit, doktor Haxhiu, i cili është largu edhe eksponatër të kësaj iniciative, dhe kur njerëzit largohen, aty tregon qartë që pjesa tjetër nuk është ka lëviz. Sepse me pas angazhojnë për bashkët politik, kësa iniciative politike, e cila është shkrinë, thojza, në mendësinë dhe në ideologjinë politike që përfaqëson lëvizja vetëvendosje sot, atëherë nuk largohen njerëz individualisht. Zotë Azgiri, që është aja që unë e lexoj. Është çështje e tyre, ata kanë një numër deputetëve, e kom lexu drejt kur janë pyet a votoni Vjosa Osmanin si kandidate, ka thonë nëse vjen, disa ka thonë e votojmë, disa kanë hesht. Po çysh nëse vjen? Themeluesja e iniciativës Guxo, që është largu vetëm për një arsye, se u zgjedh presidente. Thunë nëse vjen. Ju doni ata 6 deputet, është dash me inicu procesin e nënshkrimeve. Edhe me fillu në lëvizjen vetëvendosje mas pare me mbledh, me arë në LDK, me shkum partitë tjera, me fillu me mbledh. Ani, 20 nënshkrime, nuk janë pak se 30 duhen. Por më besoj që me pas iniciativë, dhe me paspri ata, edhe ato, me paspri, 30 nënshkrime e në konë fakt për Vjosa Osmanin, edhe shfillu procesi i zgjedhjes presidentit. Zoti Azgiri, na është por aja nuk ndodhi, e tash pse nuk ndodhi është çështje këtë tjetër, po e kom pa që mirënjohje dhe falënderim politik nuk ka. Çka flet kjo për individ se politika e shablonit të na shumë i gabum, si politik nuk ka faleminderit. Po me që jeni ato kalu muajin e shejtë Ramazanit dhe këtë besimtarët e pranojnë çfarë do feje që ekzistojnë, po për ne që po flasim këtu është një kategori ma keqe e njerëzve në këtë botë, si pas urdhnit edhe të Zotit, është njeriu i cili nuk është mirënjohës dhe nuk është falimderus. Fillon me nonën e me babën, vazhdon me vllahun e me motrën, e manej me misht e me shokë aty ku punon edhe jeton, si vlerë. Në Kosovë e kemi humbën mirënjohjen dhe falinderimin. Ndaj partnerve ndërkombëtar, ka ndihmu, na kanë ndihmu kolektivisht me dali prej grupës robnisë. E kena harru, vazhdojmë me harru, aja kujtoj vetëm një çështje. Ibrahim Rugova vazhdo ditë bartë jetës. Ka thonë faleminderit, gjithë dhe me emën edhe shtetin edhe president. Edhe çdo të premte në orë 10. Nuk po them që na duhet me pas atë kategori tash, me kategorizu, po vlerë është me qenë mirënjohës dhe Zoti Azgiri, i kemi edhe 3 minuta. Drejt zgjedhjeve, si do të garoj LDK-ja? Ka zosa për nizërim të frontit, pra po insistojti një përzgjidhje. Natyrisht që ne për te LDK-s do të ndërtojmë procese politike. Unë jam shumë i bindun. Ne në këtë kohë duhet me umor me çështjet tona të partisë, të LDK-s si pas
vullnetit kuvendit të LDK-s, dhe natyresht që proceset që do të shkaktojmë do t'jenë në interes të Republikës, duke rritë edhe interesin e LDK-s. A jeni bagati edhe do të ketë risi? Po dalë të vitja. Por bisedonim ne gjithmonë për zgjedhje, thonin në kosh në interes të ju vinë me shku zgjedhje, jo për i vetë me interes me shku zgjedhje, sot e ka qytetari, sepse ata kanë votu. Definitivt. Ata kanë do mandatet. Zoti Aziri, alosim ka ikë zyra, besom. Alo e kom zyrën, po thonë zyra, po do të më nxit prapë zyrë. E dyta është, çka i duhet partive opozitore tjetër post një mundësi me hyrë ngarë në zgjedhje edhe një herë. Definitivisht. Zoti Aziri. Por është arrogancë e partisë parë, mos sjell kështu, ka qenë rezultati zgjedhor. Me pas të një pikë një majt. Edhe 2 minuta dhe kom edhe 2 pyetje, Zoti Aziri. Se si na po mo ti edhe shumë zhvillime edhe po insistemi nxjerr për secilin kanë një përgjigje. Zoti Aziri, spari a ke besu si vjen puna deri këtu mes Vjosa Osmanit dhe Albin Kurtit? Nuk jam njëri për atë me që i bëj vlerësimet më hershme, po pres me ndodhë situatat, dhe është një rregull politik që shhen edhe del në politik. Zoti Aziri, dje dhe sot, lëvizja vendosje e mirë priti vendimin e gjykatës. Po nëse mendoni që është mashtru Vjosa Osmani, nuk mendoj që gabim është. Nuk mund të mashtrohet një autoritet politik, ose une, ose dikush tjetër, për proceset caktuar politike. Po ato janë krejt. Mashtrim çka është? Besimit e prumë? Jo, është thyrja marrëveshjes, thyrja fjalës. Zoti Aziri, vetë vendosja. Ata është çysh hyn edhe del. Sepse nëse zoti Kurti ka ndërtuar raporti mirëbesimi, në atë kohë, po del tash që nuk kanë mirëbesim. Edhe 30 sekondë. Kanë interes politik. Pyetja e fundit, gjatë kohës së bllokadës së kuvendit, kur i keni shu 2 landë, zoti Kurti pa dalë me deklaratë, këtë lëvizja vendosje ty akuzu juve, që jeni me një vime gjykatën kushtetuese, i keni krejt në kontroll gjykatën kushtetuese, gjykata kushtetuese për mirë vullnetin e popullit, ndërsa kur i drejtuan vetë për shpërndarjen e kuvendit dhe mendimin e gjykatës që dul dje në favor të tyre, sot pe ladrojnë gjykatën kushtetuese. Çka flet kjo për politikën dhe për njerëz? Si akuzojnë institucionet zati na kanë ndërprerë edhe dialogu strategjik me Amerikën, pikërisht për shkak të sulmit që ja kanë bërë gjykatës kushtetuese. Po, reflektim ndërprerja partenaritetit strategjik me Shqipërinë shumë e dhënshme. Dhe nuk ndodh pa u deblloku. Pa u deblloku kjo situatë. Gjykata. Është e dhënshme, gjykata, ndëgjoj. Gjitha dallimi jon me edhe orientimi jon, ndallim. Populli i Kosovës ka marrë një orientim para 36 vjetëve, orientimin perëndimor. Dallimi me orientim lindor është ky, ku për fjalën edhe për veprimin politike nuk pushkatohen presidentët dhe kryeministrat, edhe nuk linçohen publikisht, nuk denigrohen publikisht. Për fjalën e thonë, për mendimin e dhonë kuvend, edhe në rrugë, edhe për shkrimet që i bën gazetari, për mendimin që sjell gjyqtari nuk guxon më prek, është vlerë. Zoti Aziri. Është ajo që ne duhet me kuptu, edhe duhet me besu, sepse gjykata kushtetuese është instrument ku ndërtohen në vendet e tjera, historitë e shtetit na kanë dëshmu, se gjykata kushtetuese përdoret si mekanizëm më ndërtu autokratisë.